Dy ish banorët e Big Brother VIP Kosova, Eliona dhe Klodi, duket se po e shijojnë në maksimum romancën e tyre, teksa kanë zgjedhur jugun e Shqipërisë për pushimet e radhës. Çifti kanë ndarë së fundmi fotografi së bashku në rrjetet sociale, ku shihen të buzëqeshur dhe më të lumtur se kurrë. Pamjet e publikuara kanë marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, me komente të shumta pozitive dhe reagime që i përgëzojnë për lidhjen. Pas paraqitjeve të shpeshta në publik dhe postimeve të fundit, Eli dhe Klodi po komentohen gjithnjë më shumë si çifti më i ri i estradës, teksa duket se nuk kanë më asnjë arsye për ta mbajtur të fshehtë raportin e tyre. Ajo që ra në sy në mesin e komenteve ishte edhe reagimi i ish banores tjetër të Big Brother VIP Kosova, Ana Ejupi, e cila u shpreh hapur se dyshja është çifti i saj i preferuar. Ky koment, për shumë ndjekës, u pasi një vull e bukur mbi raportin e tyre, duke e bërë edhe më të qartë se Eliona dhe Klodi tashmë po e jetojnë publikisht lidhjen. Mbetet të shihet nëse dyshja do të ndajë më shumë detaje nga pushimet e tyre, por një gjë është e sigurt, këtë verë, Eliona dhe Klodi po tërheqin vëmendjen si një nga dyshet më të komentuara pas Big Brother VIP Kosova. Videon e plot e gjeni në kanalin ton të YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Mund të shkosh përmes bios. Mos harroni që të bëni tani subscribe dhe nuk do të humbisni asnjë nga videot tona.